E një event interesant e karakterizoi javën që lan pas. Fatkeqësisht, moti nuk mbajti mirë. Gati me shku huq krejt fenirimi, grimi e veshjet e VIP-ve tanë. Edicioni i 9 i Videofestit muzikor u mbajt. Por si u mbajt? Te piu i kuq ishte shtruar. U lak shumë shpejt nga reshit e ka paskosh me të shiut. Por ja bën nënqaren me disa ombrella aty këtu. Megjithatë, pa u lak pak nuk bën. Në mesin e shumë të nominuarve dhe shumë mysafirëve të estradës që ishin ftuar, prezent ishin 2, 3, 4, hajt 5. S'po e zgjas më shumë, pamjet në vjem ju tregojnë më shumë se si shkoi kjo ngjarje nga fillimi deri në fund. Sa u ndan të kënaqur me çmimet dhe çka tha vetë organizatori për këtë videofest, ja kemi qellu javën e kaluar saj për këtë fituese. M'fala.
vitin 2004, kur unë gjetë si fitues me bendin e tij Cute Babulja, për këngën Kolateralisht. Gjithsesi unë jam shumë i kënaqur se po nina që puna jonë është vlerësuar shumë e po bën kjo shumë gëzuar. Sa reale ishin këto çmime e këto vlerësime, artistët shpeshherë edhe ndahen të pakënaqur. Nuk jam pajtu personalisht me zgjedhjen, po fundit mendimi jam nuk qenë kur fare peshe. Kom pas shumë qejf me marr freelancers se kom besu thellësisht që ata e meritojnë. Unë nuk asnjëherë nuk mendoj për çmimet, sepse mendoj se kjo është punë e jurisë. Është shumë rehat të jesh artist. Unë nuk i njoh shumë mirë të gjitha ato këngë. Një pjesë të tyre, duke qenë se ndjek Supersonic, edhe Supersonic transmeton goxha artist nga Kosova, unë i njoh, po një pjesë tjetër nuk e njoh. Kështu që nuk mund të jem unë ajo që të përcaktoj nëse ishin të gjitha të drejta apo jo, por ishin sigurisht zgjedhje të mira, besoj, sepse salla i Duar Trokiste shumë disa prej tyre dhe disa më pak. Ju i dini më mirë, besoj. Nuk është jam ekspert për klipe, po gjithsesi jam shumë të vlerësuar. Faleminderit. Njëkohësisht kur videofesti po transmetohej direkt, në rrjetin social po shpërthenin komentet plot kritika. Shikuesit nuk i kënaqi kjo mbrëmje. Si duket jemi mësuar që vetëm organizatorët të vetkënaqen, mbrëmja të përfundoj pa eksese e për detaje nuk brengosen. Me një organizim shabllon po mundohen të i përmbushin shikuesit estradën e besabes edhe vetveten. Erol Belegu, drejtori i këtij festivali, fillimisht tha që keq ishte, por më mirë nuk ka. Po pse kur diçka mund të jetë nivelit më të lartë, prapë po ngjall debate e pakënaqësi. Unë mendoj që videofesti fatkeqësisht apo fatmirësisht vazhdimisht është duke u krahasuar me evenimente më të mëdha botërore. Po mendoj që kjo nuk është reale. Videofesti është një ngjarje e cila kushton disa 10.000 euro. Ngjarjet botërore që ndoshta është shikuar vitin e këtij e kaluar si Eurovisioni apo ngjarje tjera kushtojnë me 100.000 euro. Dhe nëse kjo është njësi matëse, unë duhet ta pranoj që nuk kemi qenë në nivel të asaj. Prap fajt e buxheti e hapësira, me të vërtet s'kemi komoditet, apo nuk i kushtojmë shumë rëndësi detajeve të vogla. Përderisa shikuesit ndahen të dëshpëruar, organizatorët gjithmonë kanë arsyetime, edhe pse qartë po shihen pakënaqësitë. Mendoj që për shumën e investuar në Videofest, mendoj që Videofesti definitivisht i tekalon paraqikimet. A bën më mirë? Po bën më mirë. Braktisën teatrin kombëtar, kështu për të vazhduar me një after party rasti. Aty të paktën pati atmosferë, Gena këndonte e musafirët të gjithë po vallëzonin. Nuk i pengua Miljan të kënaqeshin, disa festonin për çmime të rëmbyera e disa ngushëllonin veten që mjafton pjesëmarrja. Në ftesën e si vjetme shkruante I love Videofest, po që vazhdon kështu edhe vitet e ardhshme, kjo dashuri do të zbet aq shumë sa që nuk do ta kemi fare këtë event, i cili është i vetmi në vendin tonë që i mbledh fytyrat publike në një vend.